Aurora Australis pritet të ndriçojë qiellin e Australisë pas një stuhie të fortë diellore. Një stuhi e fuqishme diellore, e cilësuar si e rëndë nga agjencitë shkencore, pritet të krijojë kushte të rralla për shfaqjen e Aurora Australis, e njohur ndryshe si dritat jugore. Sipas ekspertëve të motit hapësinor, fenomeni spektakolar mund të jetë i dukshëm jo vetëm në Tasmani, por edhe më në veri se zakonisht, përfshirë zonat të Victorias dhe New South Wales. Kjo ndodh si pasojë e një aktiviteti të shtuar diellor, ku shpërthimet e grimcave të ngarkuara nga dielli ndërveprojnë me fushën magnetike të tokës. Agjencitë përkatëse po monitorojnë nga afër stuhinë gjeomagnetike, pasi përveç pamjeve mbresëlënëse në qiell, ajo mund të ketë ndikime të kufizuara edhe në sistemet satelitore, komunikimet dhe navigimin GPS. Specialistët këshillojnë që qytetarët në zonat jugore të Australisë të kërkojnë vende të errta, larg ndotjes së dritës dhe të shikojnë drejt horizontit jugor gjatë orëve të natës për të pasur mundësinë më të mirë për të parë këtë fenomen të rrallë natyror. Ky zhvillim konsiderohet një ngjarje e jashtëzakonshme astronomike që ndodh rrallë në këto gjerësi gjeografike dhe pritet të tërheqë vëmendjen e publikut dhe fotografëve nga e gjitha Australia.